gjysune, a kuptoj se janë punë të tua se çka ke ti me ato. Po çunat e hiç bis, ti ishin për të mbo keq, kam 2 vjet që unë jam rrugave të Londrës live. Mu të më kishin captu, po të dëshën kur flet keq vëlla, jam pasojat të vërtetën, po. Ato s'kan dash më ura asnjëherë, mu janë morë këto kalamajt, a kupton, janë morë këto fëmijët me mu, edhe kanë bërë gabim, por ato që janë morë që janë çunat tamam. Gjatë vëlla, është pak ashtu, është të del, po. Ty ta bën si hiena se të hangër mbes klajti, se të fan. Nuk po them, po mua më vjen gjina se të hangër mbes vëlla. Se të fan po vi vet, e pastaj kur e pyetin, po këta kanë filluar me spinu njëri tjetrin para se të arrestohen. Ty të erën. Ose di o guq se qa ke me ato, bish unë di me tanë që ke i fsherën me njërës bo kujdes, se ka i herë të shetë dhe edhe shoku jo të bish. Qëfar? Të më arruajnë, e jap një bik una, e di bik, u jap një bik, nuk jam si ty unë klajti. Unë jap bik vëlla. Unë jam o gush, nuk e si unë një talë padhë, nuk e fsherë më gush, ti dhe me thanë, po ti mos të fsherë, dhe ato i do të ndodhë diçka gush, unë ju kam dalë. Unë tek pu da në gjdo vend, tek pu gjithmonë jam. Po pse u mori me njëzë, vëlla, ti si njifje? Si pse u mori me njëzë? S'duhesh ti ishe marë fare. Po përna bëjmë kuran më shok që me dalë në bish. Po që kishe, Allah, ti si njifjes, duhet ti ishe marë fare. Po që lidhe ka më shok, unë jam mësu në Shqipëri, unë era parë Londër që prejmë besë qërësë, unë jam mësu në Shqipëri o bish. S'ke punë, Allah, shif hauin tëndë. Fredi jam, okej, Fred. Tani që ti bësh? Kja harë. O bish, unë e ato më kanë ra për thamë, e për lek nërsa, nërsa, po të nathë në përshin kanë vagujt, kërse unë është ka bërë. Qysh po më nisni giftet, unë i blokova giftet. Po dalin giftet, dalin të shtynë, qas bektu ti toko bish. Isha mi që shadë nuk dine i Po shtynë. Klajt, ti s'ke ardhë me u marrë me njëzët e Klajt. Shif havet e tua, vëlla, mos u merë fare. Unë s'kam që unë s'du tani mas kësaj që ndodhi, unë e ma, as shaj, as bërtas, Mos u merë me famën, fama ka pasoja, vëlla. Bërë, fama ka pasoja, me nërë familje e dërdi gjakun dërëm vdekja, kuj në bes nuk e presë, kuj nuk i fshie, ma ku këtë fama ka pasoja, por pasojat një për një guq, mi i pas unë ato bencat që më delti me ato bencat, e mi i pas ti njërzi që më levizin si ti, unë ta garantoj se nëse nuk i veshi me brek grash, nga fëcurati këto që më kanë bosh është tu mos më sopshin klejti kur tjere. Ti se ke ide në guq se qa sa i dhunë që më jam une. O njëz, hajtë zi mojnë klajtin pak me Nuk jam e dhunë bes shprejami une, nuk jam e dhunë bes shprejami une, a kuptan? O klajt, si je ti vla jam dhe unë, tek pu jam. Ua, pasha zotin nuk kush, ke bon është 1 milion gjana, unë kam bon në Shqipëri, po të pysish për emrin klajti kurti. Po, e di që më vjeni natë mua, unë gjithmonë tek pu kam qenë. Veproj vet, i përbaloj vet. Si ty vla, po një gjë po të them mos u merë, shif hallet e tua. Shif hallet e tua, men, mos u merë fare. Shiko shëro vetën, rregullo njëherë vetë. Ata themi që kam dhe njështu në Londër, gjaj sekund, kam dhe njështu në Londër, po mos kisha not dhe budalli që mu kam qenë depresion, kam dhe njështu në Londër e guq, që më kishin bo hije mu guq, nuk ishte zgjatë, Klajt, bëj lek, je në mosh për të bërë lek. 28 orë nuk ishte zgjatë pa u mërë haku, nëse unë të kisha kontakt me të njerë. Je në mosh për të bërë lek, bëj lek. Për zotin, je në mosh për të bërë lek, bëj lek. Mërë guq me dishti se sa gjona kam një jetë, thush si kam mos si të preu në hanxarë, dhe të dojën me atësi të kreta është hupja madhe për ti, se ke idej në guq. Të kuptoj vla, po bëj lek, lere mua betë. Mos e fshif shuk guq jam i shtërmu, si jam ka shtërmu, 2 vjetë më ka shtërmu skizofrenia, s'kam qenë kam flet 2 vite gjysë poshturës une. Mua vla, unë kam qenë izoluar që fmi deri tani mosha 32 vjeç. Po a ti të rizolum, e të punë në trut, është tjetër psikiatria më edhe në rrugë, o kuq. Kjo është Elmaja. Si e, what's he saying, bro? What's good?
Hiq ma unë herda 2 sekonda kështu me qeju, pa është në live, e kupton. Where you from? Na je? Nga Vlora, dhe. Nga Vlora? Po, Po ti kishe... Pasha. Hece e gla tani blok ti. të dha më shkruaj Hece, kam vërtues me bosh. Qyshin e kam pat nga Ka Spokfine. gju profesori, nga gju gjatë lek profesori për mes me shajtës dhe Kemi dhe një që respektej. rande. Për ato që ka bën, a kuptan. Mashallah, dëgjova që po jipje ndim Klajtit, o vëllai, të lumt. Po jo, por që andime të shina pak sa kena mundësia, kupton. Unë e dy të kam shkruaj që në fillim fare, nuk e di ke parat mesazhin, të kam thënë vetëm një gjë, të kam thënë. Kujdes nga jenat, ky është mesazhi im që të kam thënë që në fillim kur futem me Nokia në parë që ke ndonjë live. Ma kupton vllajën tënd, se unë i njoh paga shumë këta TikTok-sat e kupton, nuk është se do të flas keq, po të kam thënë diçka, mund ta shikosh mesazhin, po ti kish poshtë e gjën, e kupton? Kam thënë vetëm kaq, kujdes nga jenat. Kaq kam thënë, e kupton, edhe në të kam bërë follow, se follow të kam ndjerë. Vaj maje. Po thot njani këtu në thot, ja pas ka vuten më një ditë trashat. Tani, për mbali se ka pas, ka 3 orë që janë stres e bish. Jo, ka fut një dy teke, i thuj atje dhe në kefin e vetë, i thuj. Unë isha në krevat, po ngritana që u pash juve aty dhe thash ajtë se po futem 2 sekonda, thash vetëm me u përshëndet, e kupton. O guq, ata bën një pyetje se gjithë njerëzit, gjej se kam parë shumë komente njerëzit, shkruajnë atë që i kanë bërë gjithë a kanë njerëz që në burg drejtën, nga dhuna që ti ke kundërshtu policisë. Vëlla, nuk është e vështirë me bëj gjilper njeriu, po mua personalisht nuk më ka bërë njeri gjilper. Okej, ai është shoqëror prit. Bërë në klajt, po Prit, ai është shoqëror. Prit, ai është spital. Jo. Do me thanë, ti i dhunshëm ndaj policëve, nëse ti ke qenë i dhunshëm ndaj policëve, a kupton? Këtone ti e hedhi nga pak me anë doktorit, të ketë 1000%. Mua kur dola, dosjen që më vanë kisha 15 arreste, që më arrestuan 15 herë për 15 oficerat ndryshëm që kisha godit. Po unë isha i ri, vlla, kam qenë shumë i ri. Kur fillova faljet e lutjet, ndryshova, fillova studimet, po kur isha në moshën e re, ishte... No, disa kesh ke qenë o buqe, ke pa vetën tane ku ke hi për herë të parë në TikTok sa kesh ke qenë? Në çfarë kuptimi, vlla? Ndaj publikut nuk në zërë të nxirë fjalët. Ke qenë falenderoj njerëzit që më ndiqnin TikTok. Keni qenë terapia ime. Edhe Zoti i ruajt ju dua shumë. Kur futesh, më falni çuna, kur futesh për parash edhe një çik kështu, por edhe një çik turp. Me njihnin para TikTokut. Më kanë Mirë, shumë kemi para parë TikTok. në videoklipe, po them që kur futesh shemull Edhe para atyre. Unë njoh gjysmë të burgaqive në Angli. Për e të kushte të shpjegoj një gjë, isha në spital për të kuru për depresion, në Londër. 1 muaj, 28 ditë kam nejt. Dola nga spitali më budhova se isha. Dhe une, kurimin e kam marrë me njerëzit në TikTok. Me kanë ndihmu shumë njerëzit në TikTok, me kanë ndihmu. Kësojmë. Por zotit që është i madh, njerëzit për mund TikTok, shumica njerëzve kanë qenë familje. Ju Pasha falenderoj zotin. shumë. Dhe njerëzit që më njohin, kur më shikojnë tani, a kupton? Pavarësisht se me mu nuk ka florë në ma, askush. Që ka unë i kam hup këtë njerëzit, në atë kohën e të personit i kam hup gjithë. Mos u Por merr thënë tani thënë kjo, o ka bo vetë në atë kohë, ose ki ka ndryshu, normal që kam ndryshu. Thjesht që jam budallat se i u dal njerëzën prit, po a kjo është... Moshë me palek. Qa bëne me dorë në